575 vite më parë, më 26 prill, në manastirin e Ardenicës u organizua martesa e heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu me Donikën, një ngjarje që mbetet ndër më të rëndësishmet në historinë shqiptare. Për të përkujtuar këtë ditë, Bashkia e Lushnjës riktheu traditën e dasmës së Skënderbeut. Dy të rinj të veshur me kostume popullore të kohës simbolizuan çiftin dhe realizuan ceremoninë e kurorëzimit brenda kishës së manastirit, duke rikrijuar atmosferën e vitit 1451. Në këtë aktivitet u sollën në kujtesë dhe flamujt e principatave shqiptare, si ato të Kastriotëve, Arjanitëve, Topijajve, Balshajve dhe Dukagjinëve, duke theksuar unitetin dhe trashëgiminë historike të vendit. Kryetaria e Bashkisë Riselda Sefa u shpreh se aktivitete të tilla i japin mundësi brezave të rinj të njohin më mirë historinë dhe traditat e qytetit të tyre. Në 26 prill të vitit 1451, heroi jon kombëtar Skënderbeu bashkë me Donikën kryen ceremoninë fetare në këtë manastir, në manastirin e Ardenicës, i cili është dhe monumenti i trashëgimisë kulturore më i rëndësishëm i bashkisë sonë. Dhe sot, pas 575 viteve, në mënyrë simbolike, ne me fëmijët e qendrës sonë kulturore të fëmijëve improvizuam këtë dasëm, jo vetëm për t'i bërë një promovim sa më të mirë këtij manastiri, i cili është shumë i vizituar, sidomos nga vizitorët e huaj, por patjetër edhe për të kujtuar historinë dhe për ta transmetuar ata në brezat e rinj. Ndërsa profesor Shahin Petritaj theksoi se qëllimi i këtij organizimi është të mbajë gjallë kujtesën historike dhe të forcojë lidhjen e të rinjve me figurat kombëtare. Çdo 26 prill, më thënë këtu në manastirin e Ardenicës, që supozohet disa të dhëna të pakta, thonë që Skënderbeu bëri kurorëzimin, më thënë si fejesës këtu në manastirin e Ardenicës. Edhe Bashkia e Lushnjës duke parë, më thënë, duke njohur historinë, duke e ndjekur dhe për trashëgiminë e këtyre vlerave të mëdha shqiptare, mendoj që ta bënte si një ditë përkujtimore, më thënë, këtë për historinë e Skënderbeut me martesën me Donikën. Edhe faktet flasin që rruga që vinte nga Kanina, natyrisht që kalonte këtej dhe ishte një pikë strategjike e Ardenica. Natyrisht që kjo festohet në mënyra të ndryshme, sot ishte një përkujtimore e thjesht, e realizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve, me një inskenim të thjesht, të bukur, e cili karakterizon dhe jep sinjalet më që kjo fest ngelet gjithmonë për bashkinë tonë. Kjo fest po kthehet tashmë në një traditë të përvitshme për Lushnjën, ndërsa Ardenica mbetet një nga atraksionet turistike më të rëndësishme të zonës, ku po i kushtohet një vëmendje veçantë promovimit të turizmit. Dhjetra banorë të njësisë administrative Cakran u mlodhën paraditën e sotme në një protestë për të kundërshtuar vendimin e qeverisë për zhvendosjen e disa shërbimeve drejt njësisë së Levanit. Të revoltuar qytetarët shprehen se ky vendim rëndon jetën e përditshme, sidomos për të moshuarit, të cilët e kanë të pamundur të udhtojnë rreth 27 kilometra për të marrë shërbimet bazë. Sipas tyre, një pjesë e madhe nuk kanë as mundësi dhe as njohuri për të përdorur shërbimet online. Nga pikpamja demografike, zona e Cakranit është zona më e madhe në Republikë, ka pasur 23.700 banor, është në kodën e 17.300 banorëve sot, pasi lëvizjen në emigracion. Qeveria duhet i shërbej popullit me zyrat administrative sa më afër dhe jo t'i largojë. Ne nuk njohim bindje partijake të majta të djatha, kërkojmë në emër të popullit që t'i shërbehet këtij komuniteti, pasi forca aktive është larguar dhe pjesa më e madhe janë pleq dhe pensionista. I lindu në Cakran dhe këta sot duhet në heqin që këtu, se është drejt. Nuk ka mundësi Cakranjot të venë në Levan, apo të venë në Fierë. Është 20.000 banorë. Këtu bet një deputet, këtu s'vi një deputet. Është turp për ata, jo për ne. Për ne është turp që ju japin votat. Dhe turp të kenë ata. Banorët theksojnë se Cakrani është një zonë me histori dhe identitet të fortë, e përbërë nga 13 fshatra dhe më rreth 17.000 banor. Ata e konsiderojnë të pajustifikuar bashkimin e shërbimeve me Levanin, duke kërkuar rishikimin e menjëhershëm të vendimit. Ta banorë këtu meritojnë dinjit më shumë, sepse këta janë vina paraardhës që kanë luftuar, vina paraardhës të cilë kanë bërë historinë në Shqipërisë. Kjo zonë, kjo krajinë, kjo trev meriton më shumë. Nuk është tani t'i heqësh Cakranit, gjitha shërbimet. Dhe këta banorë këtu të shkojnë në Levan, kjo është e papranueshme, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Atë që po i bëjnë, thashë njëherë, Cakranit nuk ja ka bërë asnjëherë mik
që ka kaluar në këto anë, asnjë pushtues nuk i kanë bërë Sakranit këtë që po i bëjnë këta sot. Pra ti heqësh Sakranit dignitetin, ja kjo është. Këtyre banorëve këtu, ti mos u ofrosh më asnjë lloj shërbimi nga data 1 maj që vjen pas nesër. Ja kjo është e vërteta. Tani, kjo është masakër historike dhe kjo nuk bëhet pa qëllim. Qëllimi është sepse është betuar dikush këtu që unë do ta shkrit Sakra. Nuk e shkrin dot as ajo zonja që shmarrë pandeur, as njeri tjetër nuk e shkrit dot. Banorët paralajmërojnë se do të vijojnë reagimet e tyre nëse institucionet nuk marrin masa për të adresuar këtë problem. Është inauguruar Qendra Rinore e Teknologjisë dhe Inovacionit UTEK, një hapësirë e re dedikuar të rinjve, e vendosur në ambientet e Muzeut Historik të qytetit, që synon të nxjisë kreativitetin dhe zhvillimin e ideve novatore në komunitet. Kjo qendër moderne është e pajisur me ambiente bashkëkohore pune, laborator teknologjik dhe hapësira bashkëpunimi ku të rinjt mund të ndajnë ide, të mësojnë nga njëri tjetri dhe të punojnë mbi projekte inovative. Përmes aktiviteteve të ndryshme, qendra do të shërbejë të rinjve si një pikë referimi për teknologjinë. E pranishme në ceremoninë e inaugurimit ishte edhe kryetarja e bashkisë Eriselda Sefa, e cila theksoi rëndësinë e investimeve për të rinjt si një faktor kyç për të ardhmen e qytetit. Sipas saj, UTEK nuk është thjesht një qendër teknologjie, por një urë që lidh historinë me të ardhmen, duke krijuar mundësi të reja për zhvillimin e komunitetit. Kjo nismë pritet të nxjisë ide të reja, bashkëpunime dhe projekte që do të ndikojnë drejt për drejt në fuqizimin e të rinjve dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonës. Drejtoria vendore e policisë Fier ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë kryer një sër veprime shëtimore dhe procedurale, të cilat kanë çuar në shpallje në kërkim dhe referime materialesh në prokurori për raste të ndryshme penale. Në vijim të informacionit të dhënë më datë 09/01/2026 për një automjet të shpallur në kërkim, pasi dyshoi se ishte vjedhur gjatë natës në fshatin Ferrës, Divjak, ju informojmë se ky automjet është gjetur nga shërbimet e stacionit të policisë Fushkruj, i aksidentuar dhe i braktisur. Po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve. Ndërkohë, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomike të DVP Fier shpallën në kërkim shtetasin EM, 63 vjeç, banues në Tiranë, pasi dyshohet se nëpërmjet mashtrimit i ka shitur të njëjtin apartament në Fier dy shtetasve të ndryshëm në vite të ndryshme. Kurse specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit LN, 21 vjeç, banues në Fier. Pasi nga kontrolli i automjetit që ky shtetas drejtonte, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një krahër arme zjarri me disa fishek. Dhe AH, 19 vjeç, banues në Fier, pasi në automjetin që ky shtetas drejtonte ju gjet dhe sekuestrua një sirenë ngjashme me atë të policisë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Aeroporti ndërkombëtar Imam Khomeini në Teheran ka rifilluar pjesërisht fluturimet ndërkombëtare pas një periudhe pezullimi që zgjati gati 2 muaj për shkak të tensioneve në rajon. Sipas mediave iraniane, fluturimet e para janë kryer drejt disa destinacioneve në lindjen e mesme, përfshirë Medinën dhe Stambollin, duke sinjalizuar një rikthim gradual të qarkullimit ajror. Hapësira ajrore e Iranit ishte mbyllur që prej fundit të shkurtit në kulmin e përplasjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin, çka solli pezullimin e shumicës së fluturimeve ndërkombëtare. Rihapja e pjesëshme e aeroportit konsiderohet një hap i kujdesshëm drejt normalizimit, megjithse situata në rajon mbetet e brisht. Raportohet se më herët është arritur një armë pushimi kushtëzuar mes palëve, ndërsa përpjekjet diplomatike vijojnë për një zgjidhje më afatgjatë. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se negociatat me Iranin janë ende në proces dhe se po shqyrtohet një propozim i ri nga Teherani. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.